Në fshatin Zellher, pjesë e zonës së malësisë së Krujës, po rritet nga dita në ditë numri vizitorëve vendas si dhe i turistëve të huaj, pasi zonat janë të virgjëra dhe ofrojnë shumë variante për të dhënë kënaqësi, si pamje të rralla, ujëra të kthjellta e reliefe të veçanta. Banori i Zellherit, Kadri Muka, tregon për interesimin e rritjet e turistëve të huaj dhe mundësi që ushtohen nga dita në ditë për t'i vizituar të rajone. Ne pikërisht ndodhemi në komunën e Zellherit, e cila përfshihet si zonë komplet pjesën e maleve Priska, Gandi dhe Kruja. Kjo është një zonë atraktive shumë e mirë dhe ka filluar të popullohet shumë edhe nga turistat, të cilët vinë nga të gjitha vendet e shtetit. Këtu është dhe një firmë bile që ka nga ato motorët dy vençër, që bëjnë shkëndim qafshtam dhe kthehen këtu nga Gryja e Bovilës. Bukuritë të veçanta ofron dhe zona e Gamtit, që vlerësohet si një perlë e rrallë për turizmin malor. Këtu, përveç surprizave të shumta të natyrës sonë, ndodhen dhe shpellat të lashta, që janë shfryzuar për banim deri në mesjetën e vonë. Po ashtu dhe liçeni i Bovilës, në afërsi që ju jep frymëmarrje tjetër turizmit në zonë. Mali i Gandit, ajo që lart, është shumë me ngjarje historike. Me ngjarje historike, të cilat ka shpella ku kanë jetuar njerëzit para 9000 vjetësh, murgjit. Edhe me lokale shumë të mira nga pjesa e Bovilës, qafshtama edhe pjesa e Krujës tepërpara. Muka thot që këto bukuri të rralla duhet të bëhen më atraktive nëpërmjet investimeve në rrugë, e cila është tepër amortizuar.